Kryetari i Kuvendit nënshkruan akt vendimin për shpalljen e zgjedhjeve lokale. Vendi shkon në zgjedhje më 15 tetor. Partitë politike përshëndesin shpalljen e zgjedhjeve lokale, thonë se janë të gatshme për to. Kuvendi me 61 vota për dhe 2 kundër miratoi rishikimin e buxhetit. Një vit nga vërshimet në Hasanbek, banorët akoma i kanë të freskët kujtimet. Përshëndetje. Kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi ka nënshkruar sot akt vendimin me cilin i ka shpallur zgjedhjet lokale, të cilat do të mbahen më 15 tetor. Xhaferi u ka bërë thirrje pjesëmarrësve në zgjedhjet lokale që gjatë gjithë procesit zgjedhor të sillen në pajtueshmëri me kushtetutën e vendit, duke bërë apel që zgjedhjet të jenë të lira dhe demokratike. Më herët Kuvendi shtyu datën për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, të cilat fillimisht duhej të mbaheshin në muajin maj. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë Talat Xhaferi sot shpalli zgjedhjet lokale të cilat do të mbahen më 15 tetor të këtij viti. Xhaferi tha se veprimi i tij për nënshkrimin e zgjedhjeve është në përputhshmëri me afatet e paracaktuara në kodin zgjedhor. Akt vendimi për shpalljen e zgjedhjeve do t'i dërgohet organit për zbatimin e zgjedhjeve, përkatësisht Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Sot nënshkrova akt vendimin për shpalljen e zgjedhjeve lokale për antarë të këshillave të komunave dhe këshillit të qytetit të Shkupit dhe për kryetarë të komunave dhe për kryetarë komune të qytetit të Shkupit. Këtë e bëra në përputhje me obligimin ligjor që e kam si kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe në përputhje me afatet e përcaktuara në kodin zgjedhor. Sipas dispozitave ligjore, zgjedhjet lokale do të mbahen më 15 tetor e diell viti 2017. Xhaferi u ka bërë thirrje pjesëmarrësve në zgjedhjet lokale që gjatë gjithë procesit zgjedhor të sillen në pajtueshmëri me kushtetutën e vendit. Po ashtu, ai bëri thirrje që zgjedhjet të jenë të lira dhe demokratike. Apeloj te të gjithë pjesëmarrësit në procesin zgjedhor në periudhën para ditës së zgjedhjeve dhe në vetë ditën e zgjedhjeve të sillen në përputhje me kushtetutën dhe dispozitat ligjore, ndërsa institucionet kompetente të sigurojnë që i gjithë procesi zgjedhor dhe vetë dita e zgjedhjeve të rrjedh në atmosferë të qetë, korrekte dhe demokratike, ashtu siç meritojnë qytetarët e nderuar të Republikës së Maqedonisë. Gjatë fushatës së zgjedhjeve lokale, Kuvendi do të punojë por nuk do të mbajë seanca plenare, në mënyrë që të mos krijohet hapësirë që seancat plenare të shndrohen në fushata parazgjedhore. Komisioni Shtetëror Zgjedhor është informuar për nënshkrimin e akt vendimit për shpalljen e zgjedhjeve lokale nga ana e kryetarit të Kuvendit dhe pret që t'i dorëzohet dokumenti dhe të publikohet në gazetën zyrtare. Pas shpalljes së akt vendimit për shpalljen e zgjedhjeve lokale në gazetën zyrtare, Komisioni Shtetëror Zgjedhor do të mbajë seancë në cilën do të miratohet kalendar me cilin do të vërtetojnë aktivitetet dhe afatet për zbatimin e tyre. Me çka do të fillojë zbatimi i zgjedhjeve lokale, qëndron në reagimin e KSZ-s. Partitë politike në vend kanë shprehur gatishmërinë e tyre për pjesëmarrjen në zgjedhje, duke përshëndetur nënshkrimin e zgjedhjeve të parakohshme, në fakt zgjedhjeve lokale. Megjithatë, partitë politike akoma nuk kanë publikuar kandidatët që do të garojnë për kryetar komunash. Partitë politike në vend kanë përshëndetur nënshkrimin e zgjedhjeve lokale dhe kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të marrë pjesë në këtë garë zgjedhore. Tomislav Tuntev nga LSDM ka thënë se partia e tij beson se pas ndryshimit të pushtetit qendror do të sjellë ndryshime edhe në nivel lokal. Ги повикуваме сите учесници во изборниот процес. U bëjmë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në procesin zgjedhor që të sillen me përgjegjësi dhe me veprimet e tyre të kontribuojnë në mbajtjen e zgjedhjeve fair dhe demokratike. Presim që institucionet kompetente për organizimin e zgjedhjeve do të jenë të gatshëm në mënyrë efikase dhe profesionale të përgjigjen sfidës së organizimit të zgjedhjeve fair, të lira dhe demokratike, që në tërësi do të reflektojnë vullnetin e votuesve. Lëvizja Besa po ashtu ka shprehur gatishmërinë e saj për pjesëmarrje në zgjedhje, por ka kritikuar KSZ-n që nuk ka bërë ndryshime të antarëve të komisionit.
Nga ky subjekt politik theksojnë se ka antar brenda komisionit të cilët nuk janë legal. Duke pas parasysh se kemi antar në Komisionin Shtetëror Zgjedhor, i cili tashmë, duke i pas parasysh detyrimet ligjore që dalin nga Kodi Zgjedhor, nuk është legal, domethënë, brenda institucionit nuk e ka legitimitetin e procesit, domethënë, politik, dhe si i tillë çdo pjesëmarrje e tillë në Komisionin Shtetëror Zgjedhor e cenon, domethënë, vendimarrjen e këtij institucioni. Ndërsa sipas VMRO-DPM-s në zgjedhjet lokale, qytetarët do të japin mendimin e tyre për çështje që sipas kësaj partie janë bare dinjitetit të qytetarëve maqedonas. Na krajot, lokalните избори na 15 oktobri nema. Në fund, zgjedhjet lokale të 15 tetorit nuk do të jenë zgjedhje zakonshme lokale. Shumë pyetje nuk kanë marrë përgjigje nga pushteti aktual i Zajevit, Ahmetit dhe Selës. Çështja e Maqedonisë dëgjuesore nuk ishte premtuar para zgjedhjeve, ndërsa sot është bare pa kënaqësisë dhe dinjitetit të qytetarëve të Maqedonisë. Për këtë çështje, gjithashtu, qytetarët do të mund të japin mendimin e tyre më 15 tetor. Partitë politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale nuk kanë publikuar akoma kandidatët që do të garojnë për kryetar komunash. Me 61 vota për dhe 2 vota kundër, Kuvendi ka miratuar sot rishikimin e buxhetit. Deputetët e VMRO-DPM-s opozitare në shenjë proteste nuk morën pjesë në votim, pasi si shtat deputeti Ilija Dimovski nga kjo parti, shumica parlamentare nuk ka shfaqur inkluzivitet dhe demokraci të mjaftueshme, duke mos pranuar asnjë amendament. Ministri i Financave Dragan Tevdovski tha se rishikimi i buxhetit është hapi i parë drejt ndërtimit të një shoqërie më të mirë në Maqedoni. Rishikimi i buxhetit parasheh disa restriksione për shkak të borxhit rritur publik gjatë periudhës së kaluar, si dhe për shkak të rreziqeve që ndërlidhen me gabimet e papranueshme në projektet vijuese, theksoi ministri Tevdovski. Ai rikujtoi se me ribalansin shpenzimet e qeverisë dhe institucioneve shkurtohen për 122 milion denar, ndërsa shpenzimet tjera rrjedhëse për 257 milion denar. Paraprakisht, edhe sot vazhduan debatet dhe qëndrimet e kundërta mes shumicës qeveritarë dhe opozitës. Deputetët e VMRO-DPM-s opozitare ishin kategorik se me ribalansin shkurtohen investimet kapitale, zvogëlohen parat për arsim, shëndetësi, polici dhe armat dhe janë përshpejtuar kuadrot partijak. Me këtë nuk u pajtuan pra prej shumicës në pushtet, për cilët shkurtohen vetëm shpenzimet jo reale. Kjo është dita e 5 dhe e fundit e parashikuara sipas rregullores për debat për propozimin e shtuar të ndryshimit dhe plotësimit të buxhetit për vitin 2017. Propozimi për shkarkimin e kryeprokurorit Marko Zvalevski do të diskutohet të hënën në Kuvend. Tomislav Tuntev tha se beson se opozita do të tregojë konstruktivitet. Me votimin e shkarkimit Zvalevskit në Kuvend pritet që deputetët të marrin pushim, ndërkohë nëse diskutimi vazhdon, deputetët e shumicës kanë paralajmëruar që do të heqin dorë nga pushimi derisa Zvalevski të shkarkohet. Nga ana tjetër, Lëvizja Besa ka kërkuar që përveç votimit të shkarkimit Zvalevskit para pushimit të votohet edhe propozimi ligji për gjuhën shqipe. Lëvizja Besa thot se propozimi ligji për gjuhët i miratuar nga qeveria nuk e zyrtarizon, por thjesht avancon gjuhën shqipe. Fadil Zendeli nga kjo parti thekson se pas tentativave të shumta të dështuara të BDI-s për zyrtarizimin e gjuhës shqipe, shqiptarët besonin se kësaj radhe ajo përfundimisht do të zyrtarizohet, por mbeten të zhgënjur. Nga ana tjetër pra Tomislav Tuntev nga LSDM tha se ky propozim ligj nuk ka mbritur akoma në parlament dhe në momentin që do të mrrijë do të hyjë në procedurë parlamentare. Propozimi i fundit i qeverisë nuk e zyrtarizon gjuhën shqipe, por thjesht vetëm bën një avancim të saj nëpër institucionet. Ky është qëndrimi i Lëvizjes Besa rreth propozim ligjit për gjuhën shqipe. Fadil Zendeli nga kjo parti deklaroi sot se pas tentativave të shumta të dështuara të BDI-s, siç i quan ai, për zyrtarizimin e gjuhës shqipe, shqiptarët besonin se kësaj radhe ajo përfundimisht do të zyrtarizohet. Megjithatë, sipas tij, shqiptarët mbeten pa realizuar një ndër aspiratat që e kanë pasur që gjuha shqipe të mbetet zyrtare. Pas disa ndryshimeve, ku ata tërkohën, premtonin se e kanë zyrtarizuar gjuhën shqipe, opinioni publik në vend, veçanërisht opinioni publik shqiptar, veçanërisht viteve të fundit, ose vitin e fundit, më konkretisht, ka pasur shpresa reale, konkrete, se më në fund ka ardhur koha, janë plotësuar gjitha kushtet që përfundimisht gjuha shqipe të zyrtarizohet. Fatkeqësisht, edhe propozimi i fundit i qeverisë nuk e zyrtarizon gjuhën shqipe, po thjesht vetëm bën një
avancim të saj në institucione gjetse. Nga ana tjetër, Tomislav Tuntev nga LSDM deklaroi sot se ky propozim ligj që është votuar në qeveri nuk ka mbritur akoma në parlament dhe në momentin që do të mbri, do të hyjë në procedurë parlamentare. Zakonot za unapreduvanje na upotrebata na jezicite. Ligji për avancimin e përdorimit të gjuhëve është pjesë e pakos së ligjeve që i presim të vinë çdo moment prej qeverisë dhe sapo të mbrin ekziston procedurë. Kryetari do t'i vendosë në renditje në seancën e ardhshme dhe do të hyjë në procedurë parlamentare. Nuk ka asnjë dilemë rreth kësaj. Nga Lëvizja Besa kam paralajmëruar se ditëve në vijim do të dalin me një analizë më konkrete rreth asaj se çfarë përmban ky ligj. Ndrojmë temën informacioneve. Nata e 6 gushtit vitit 2016 do të mbahet mend si nata më e gjatë dhe më e errët e kalendarit për banorët e Hasanbegut, Stajkovcës, Smilkovës, Haraçinës dhe Straçincës. Gjatë vërshimeve të një viti më parë, të gjithë këta banor luftonin për jetët e tyre, ndërkohë që ata i kishte kapluar frika për më të afërmit e tyre. Shirat e rrëmbyeshëm, erë fuqishme dhe bubullimat të shumta. Ishte kjo gjendja me të cilën u ballafaquan banorët e rajonit të rrethinës së Shkupit, sot e një vit më parë. Banorët ishin të tmerruar nga ajo që po shihnin. Vërshimet e mëdha u merrnin me vete gjithçka që kishin përpara vetes, duke përfshirë këtu edhe jetët e 22 personave. Nata e 6 gushtit të vitit 2016 do të mbahet mend si nata më e gjatë në jetë, ndërkaq 6 gushti do të mbetet datë e errët në kalendarin e banorëve të Hasanbegut, Stajkovcës, Smilkovës, Haraçinës dhe Straçincës. Këtë natë, të gjithë këta banor luftonin për jetët e tyre, ndërkohë që ata i kishte kapluar një frikë deri në palc, rreth asaj se çfarë po ndodh me fatin e të afërmëve të tyre. Askush nuk e dinte sa ka viktima, sa persona janë zhdukur dhe kur do t'u ofrohet ndihma tyre, pasi edhe ekipet e para policore dhe ushtarake arritën me rreth 4 orë vonesë për të kërkuar banorët e bllokuar në shtëpi edhe ata të cilët akoma nuk ishin gjetur. Vërshimet shkatruan shumë shtëpi, pemë, rrugë, shtylla elektrike, makina, mjete të anvisrisë dhe thuajse gjithçka tjetër. Vullnetar të ndryshëm lidhnin sa njerëz kishin mundësi dhe i dërgonin në vende të sigurta, por stuhia nuk ndalej. Familjet evakuoheshin të ndarë nga njëri tjetri. Mes hutis dhe mlefit, banorët drejtonin gishin drejt pushtetarëve që me vite nuk janë përgjigjur thirrjes së tyre për ndërtim të kanalizimit atmosferik. Ekipi i televizionit Shenja shkoi derë më derë në familjet që kishin humbur një apo më shumë antar të familjes, ose që tashmë flinin në qiell të hapur. Por asnjë ngushëllim nuk mund t'u zbuste dhimbjen e përjetuar më 6 gusht, ku gjatë 24 orëve kishte rënë 92.9 litra shi në 1 metër katror. Qytetarët e mbar vendit të koordinuar nga Kryqi i Kuq, shtabi i krizave dhe institucionet tjera, ditëve në vijim u solidarizuan me mbledhjen e ndihmave më të nevojshme për të pësuarit. Në ndihmë të banorëve të rajoneve të përmbytura erdhen edhe vendit fqinje, duke përfshirë këtu edhe Turqinë. Drejtoria turke për menaxhimin e katastrofave dhe gjendjeve emergjente, gjysmëhëna e kuqe turke si dhe shumë komuna të tjera të Turqisë, që nga dita e parë ofruan ndihmat për rajonet e përmbytura në rrethinën e Shkupit. Qeveria e Republikës së Maqedonisë në seancë urgjente vitin e kaluar, 8 gushtin e shpalli ditë zie. Vërshimet e një viti më parë ishin më të kopshme për familjen Zeinullahu. Ekipi ynë vizitoi Hasanbegun duke mos harruar këtë familje, tek e cila ka mbetur një plagë hapur pasi tashmë edhe një vit pas vërshimeve. Akoma nuk e kanë gjetur vajzën e vogël, atëherë 16 muajshe, e cila u zhduk gjatë kësaj nate. Mes mërzisë dhe pikëllimit, gjyshi Elifit mezi arriti të nxjerrë fjalët. Ai thotë se atë rëndon fakti që sot e një vit më parë ka humbur djalin e tij Furkanin, trupin e cilit e sollën të vdekur në shtëpi, dhe mbesën e tij Elifin, e cila akoma nuk është gjetur. Banorët e rajonit të prekur nga vërshimet i kujtojnë me përpikmëri të gjithë ato që kanë parë natën e kopshme të sot e një viti më parë. Ekipi ynë vizitoi Hasanbegun duke mos harruar familjen tek e cila ka mbetur një plagë e hapur, pasi tashmë edhe një vit pas vërshimeve, akoma nuk e kanë gjetur vajzën e vogël atëherë 16 muajshe, e cila u zhduk gjatë kësaj nate.
Gjyshi Elifit me zjarriti të nxjerr fjalët pasi atë rëndon fakti që sot e 1 vit më parë ka humbur djalin e tij Furkanin, trupin e të cilit e sollën të vdekur në shtëpi, dhe mbesën e tij Elifin, e cila akoma nuk është gjetur. Po di edhe çka më polë që tash aty. Se sot po më duket shumë ditë e rëndë sot. Se e kujtoj atë të vjeme që ka ndodhur. Se sot po më duket se po më duket atë ditë e vjeme, të pesho në këtë ujin, pesho Furkanin edhe kur më kanë prunë, dekt, Elifin, heq. Është që për Furkanin apë pakës tek pjedi që e kom qunë të orët e këna orës, ja di venin në më Elifit, e për Elifin pakës shumë, e di gjithashtu, që me thonë, pikë në shtënë atë në zemër e kom. Mërë akoni fëmi e veçantë fëmi e akoni. A i tha se tashmë janë shuar shpresat e tyre për gjetjen e saj dhe gjen ngushëllim tek 2 mbesat e tjera, motrat e Elifit, të cilat disa herë derisa dëshironte t'i ftonte afër vetes, u drejtoheshte me emrin Elif. Qërë për Zotit, kina qërë fëmi që gjemë, në më diçka të i kare 2 motra tjera. E që kjo qika e Furkanit e reli, e ati, të dijet. A dhe rifë këto? Zara. A dhe rime? A dhe baba? A dhe bakia modhja? A dhe ti Elife? Ndërkohë që në detaje përshkruaj natën e kopshme edhe banorët tjerë të Hasanbegut. Kështu që nuk e paramendum se po vjen një vërshim aq i madh. Do të thonë kishte shumë shi të madh, por besoj që nga toka buronte diçka gjendje lloçi. Kështu që natë frikësuam shumë me familje, me fëmijët. Për fat të mirë kishim këto shtëpi me vëllaut dhe atje, do me thonë, jemi kapur atje lartë, se kjo shtëpia ka qenë e vjetra, shumë poshtë ka qenë, edhe është mbulu, do me thonë, në gjysë dhe është futu ujë mrenda. Pastaj jemi kapur atje lartë, në kuzhinën e vëllaut, edhe prej atje, do me thonë, kemi shpëtu jetën. Për ndryshe, do të besonim edhe viktima. Kështu që ka qenë një natë shumë e frikshme, dikun deri ora 2. Pastaj është qetësu situata në mbrëmje, kështu që ora 2 dhe 3 natës kishme edhe një vetur mrena të fqinjëve këtu, për s'kemi ditë se a ka njëri mrena apo jo. Në atë moment që e kemi vërtetu që nuk ka njëri mrena, në atë moment kom qenë shumë më i rehatshëm se kom mendu që ka një viktim shtëpinë tim. Banorët thonë se do ta mbajnë gjithmonë mend këtë datë. Ata i lutën Zotit që të merri 6 kushtit të mos përsëritet më asnjëherë. Qeveria në mbledhjen e mbrëmshme ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në territorin e komunave të Makedonski Brodit dhe Çashkës, ku tani më disa ditë ka zjarre aktive. Këtë e bëri të ditur dje ministri i Brendshëm Oliver Spasovski, i cili është edhe kryetari i Komitetit Udhëheqës për Koordinim dhe Menaxhim me Kriza. Siç theksoi Spasovski, vendimi është marrë me qëllim që institucionet kompetente në mënyrë koordinuese dhe më efikase të menaxhojnë situatën, sepse edhe ditëve të ardhshme priten temperatura të larta e me këtë rritet edhe mundësia për zjarre. Spasovski thotë se kjo gjendje jashtëzakonshme po shpallet jo sepse situata është jashtë kontrollit, por sepse ka nevojë për aksion koordinues. Ai tha se gjendja jashtëzakonshme do të vazhdojë për 30 ditë. Ovo je doneseno se su cel da možat vo koordinirana akcija. Ky vendim është miratuar me qëllim të koordinimit sa më të mirë të gjitha institucioneve në Republikën e Maqedonisë që të veprojnë rreth situatës për menaxhimin me zjarret dhe në një mënyrë më efikase të kundërvijnë kësaj situate, për shkak se edhe në periudhën e ardhshme do të kemi mot me temperatura të larta e me këtë edhe më shumë mundësi për përhapjen e zjarreve. Territori i vendit edhe nesër do të përfshihet me temperatura të larta nga faza portokallisi pas paralajmërimit të meteoalarmit nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike. Njofton Ministria e Shëndetësisë, e cila rekomandon që nga obligimet e punës të lirohen gratë, shtatzëna dhe personat mbi 60 vjeç, ndërsa të gjithë personat e tjerë për çfarë lloj problemi shëndetësor menjëherë të paraqiten tek mjeku i tyre am. Punëdhënësve u rekomandohet ta riorganizojnë orarin e punës në drejtim të evitimit të aktiviteteve
në qiell të hapur në periudhën nga ora 11 deri në orën 17, si dhe sigurim të pushimit nën hije dhe lëngje të mjaftueshme në çdo dior. Ndërkohë Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim njoftoi se në orën 12 janë regjistruar zjarre aktive në komunat Çashk, Makedonski Brod dhe Mavrov Rostush. Janë angazhuar 2 aeroplan, helikopter, 40 persona përmes Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim në bashkëveprim dhe koordinim me pyjet e Maqedonisë si dhe banorët lokal. Nga ora 7 aeroplanët kanë vepruar në rajonet Çashk, fshati Lisec dhe fshati Jabullçisht, edhe atë 4 fluturime. Në këtë moment po veprojnë në fshatin Bogomil, Bellavot 2 aeroplan përfundimisht me ditën e djeshme sipas Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim. Aeroplanët gjithsej kanë pasur 295 fluturime me 837 ton ujë. Deputetja Mimoza Kusari Lila thot se koalicioni PAN nuk mund të formojë qeverinë me kushtëzime. Japonia shënon sot 72 vjetorin e sulmit atomik në Hiroshima, sulmi i parë i këtij në historinë e njerëzimit. Vazhdojmë me lajmet. Deputetja e zgjedhur për legjislaturën e re nga Alternativa Mimoza Kusari Lila konsideron se koalicioni PAN po kushtëzon dhe po mundohet të bindë deputetët e partive tjera të ndrojnë mendjen në vota me qëllim për të formuar qeverinë. Sipas saj, koalicioni PAN duhet t'i lëshojë rrugën partive tjera. Kemi të bëjmë me një koalicion që pretendon të formojë qeverinë pa i pasur votat ose shumicën në Parlamentin e Kosovës, thot deputetja Kusari Lila, duke shtuar se zgjidhja e vetme është që koalicioni PAN të kuptojë se nuk shkon as me kushtëzime dhe as me bindje apo me insistim të vazhdueshëm që dikush duhet ta ndrojë mendjen në vota. Kusari Lila thot se duhet të vazhdohet me procedura duke ia dhënë mundësinë forcës së dytë politike për të formuar qeverinë. Natyrisht i provohet shansa e PAN-it që do të dështojë dhe me mandat të vazhdohet me procedurën e mandatimit të forcës së dytë politike, ka theksuar ajo. Ndryshe javën e kaluar kur u mbajt seanca konstituive, PAN nuk e propozoi kandidatin për kryetar të Kuvendit, pasi nuk i kishin votat e mjaftueshme, kurse nga ana tjetër LDK dhe Vetëvendosje kanë organizuar edhe një seancë tjetër të premten, mirë po koalicioni PAN kishte refuzuar pjesëmarrjen. Një shpërthim ka ndodhur para namazit të sabahut në një xhami në Minnesota të Shëbave dhe se në ngjarjen nuk ka viktima, raporton Anadolu në një deklaratë publikuar nga policia lokale, thuhet se rreth orës 5 të mëngjesit sipas kohës lokale në qendrën Dalar Faruk Islam në rajonin Bloomington ka ndodhur një shpërthim dhe se në lidhje me ngjarjen është nisur një hetim. Drejtori ekzekutivi i Bashkësisë Amerikane Muslimane të Minnesotas, Asad Zaman, në një konferencë për shtyp duke cituar deklaratën e një dëshmitari nga komuniteti i xhamis, ka theksuar se me njëherë para namazit të sabahut një person me kamionçin ka hedhur nga dritarja brenda zyrës së imamit diçka dhe më pas është larguar me shpejtësi. Duke shpjeguar se gjatë momentit të shpërthimit në xhami ndodheshin rreth 20 persona dhe se nuk ka patur të vdekur, Zaman është shprehur se janë thyer xhamat e dritares në zyrën e imamit. Ndër të tjera, Zaman ka njoftuar se do t'japin një shpërblim prej $10,000 për ato që ndihmojnë në zbardhjen e rastit. Ndërsa një dëshmitar në një deklaratë për mediat lokale ka theksuar se një bombë zjarri mund të ketë shkaktuar shpërthimin. Në hetimin e nisur pas shpërthimit bëhet e ditur se është përfshirë Byroja Federale e Hetimeve FBI dhe Byroja për Alkoolin, Duhanin, Armët e Zjarrit dhe Eksplozivët ATF. Japonia sot e ka shënuar 72 vjetorin e sulmit të parë atomik në botë në Hiroshima. Japonia është i vetmi vend që i ka përjetuar 2 sulme atomike në Hiroshima dhe Nagasaki në vitin 1945, raporton agjencia AFP nga kryeqyteti Tokyo. Sulmi në Hiroshima u bë më 6 gusht të vitit 45, ndërsa 3 ditë më vonë u krye dhe sulmi i dytë në Nagasaki nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fund të luftës së dytë botërore. Japonia e shpalli kapitullimin më 15 gusht 45 nga këto sulme janë vrarë 140.000 persona në Hiroshima dhe 74.000 në Nagasaki. Disa vdiqën me njëherë, ndërsa të tjerët vdiqën pas disa javëve, muajve apo viteve për shkak të plagëve apo sëmundjeve të ndërlidhura me rrezatim. Shumë njerëz në Japoni konsiderojnë se këto sulme ishin krim lufte, pasi në shënjestër ishin civilët dhe për shkak të natyrës së jashtëzakonshme shkatruese të këtij armatimi, raporton AFP. Por shumë amerikanë besojnë se sulmet e kanë përshpejtuar
kërkuar përfundimin e konfliktit të përgjakshëm dhe përfundimisht i kanë shpëtuar jetët duke konsideruar se kjo i arsyeton sulmet e SBA-s me bombë atomike. Njoftohet se presidenti amerikan Donald Trump ka mirëpritur vendimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për sanksione të reja kundër Koreas së Veriut. Në një deklaratë për të publikuar nga Shtëpia e Bardhë, theksohet se do të rritet presion ekonomik dhe politik kundër aktiviteteve të Koreas së Veriut, të cilat përbëjnë kërcënim dhe shkaktojnë destabilizim. Presidenti Trump ka mirëpritur vendimin e ri që shpreson sanksionet kundër Koreas së Veriut si kundër përgjigje për testimin e fundit të raketës balistike. Trump ka vlerësuar mbështetjen e Kinës dhe të Rusisë për kalimin e këtij vendimi, thuhet ndër të tjera në deklarat. Antarët e Këshillit të Sigurimit OKB-s me votën e 15 antarëve miratuan vendimin i cili u paraqit në Këshill pasi u përgatit nga SBA dhe i cili përfshin sanksione të reja kundrejt Koreas së Veriut. Me vendimin synod që të vendoset të ndalesë për eksportet më të rëndësishme të Koreas së Veriut, siç janë të ardhurat nga burimet nga qymiri, hekuri, plumbi dhe produktet e detit, si dhe paksimin me 1/3 e të ardhurave të eksporteve, të cilat janë gjithsej $3 miliard. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov tha sot se beson se kolegu i tij amerikan ishte i gatshëm ta vazhdojë dialogun me Rusinë për çështjet e ndërlikuara, megjithatë me gjithë tensionet e dyanshme dhe imponimin e sanksioneve të reja amerikane kundrejt Moskës. Ne ndjejmë gatishmërinë e kolegëve tanë amerikan për vazhdim të dialogut, tha Lavrov, dhe ka shtuar se mendoj se nuk ka alternativ ndaj kësaj. Këto komenta i bëri pas takimit të tij me sekretarin amerikan të shtetit Rex Tillerson, për cilin u tha se ishte takim mjaft i gjatë, derisa të dy zyrtarët e lartë po marrin pjesë në mbledhjen e Asociacionit të Vendeve të Azisë Juglindore në Manilë të Filipineve. Në fillim të takimit, Tillerson dhe Lavrov këmbyen fjalë lëvdruese dhe buzëqeshje, por nuk kanë bërë komente para gazetarëve që për një kohë të shkurtër ishin lejuar të hynin në fillim të takimit ndërmjet dy zyrtarëve të lartë. Ishin këto të gjitha informacionet të përmbledhura për këtë edicion qendror të lajmeve. Të nderuar shikues, falënderit që ishit me ne dhe miru takofshim sërish në edicionin e fundit të ditës diku pas orës 23. Deri atëherë, mirëmbëjtje.